në podrum, kuaj familja jonë ka qenë e madhe, ka pas traktore, kuaj ka pas kuaj t'im lejshëm në ato, edhe s'patëm që ka me shtinë në kry, unë që vazhdimisht ku mbojt atletet nalta, me këcype i 4 metrave, të më thonë i kom pas shumë speciale, edhe një atlete do tha edhe shatina e shtini në kokë, një anë, që të kemi najtë deri sa na bartën më na këthy, na qojtën Speo Jugoslav, na qojtën, qka na thanë shumë, na kanë fy, shumë na kanë fy. Në Shqipëri? Po, Zahiri u rokke me personelin, me atë, po gjithherë e kom zbutë situatën, e kështu. Bazasan, se kemi shumë pyetje, po mos t'jesmi bësh publikut. Zaj Paraziti ka qenë njohur domethënë për vrasjet e policëve, inspektorëve sërbë që i kanë bërë dëm me shqiptarëve, që i kanë keq trajtuar, i kanë maltretuar, i kanë rra, edhe ka qenë njohur edhe për disa, domethënë atentate ndaj kolaboracionistëve, siç e quheni ju. A keni pas ndaj listë ju guerilla kështu domethënë që kanë me ekzekutu? Po, çish jo. Keni pas listë edhe për shqiptar? Po. Kush ka qenë? Për bashkëpunëtor të amikut. Unë nuk kam në këtë punë, nuk jam i rezervuar. Hisë rezervuar në këtë momente. Kjo është një histori, mos të harroj, që duhet shkruhet ashtu si ka qenë, mirë apo keq, duhet shkruhet drejt, duhet të tregojmë Hasanit, Kush e kon? ti ke kenë e ke pengu këtë. Për këtë arsye, ty të kemi babën ose vlaun, ose ta kemi likvidu. Edhe është kjo kajtë normale, çdo shtet në botë këtë e banë. Po na dëqysh dikush pej frige, dikush pej beleje, jo, mos t'i qesëm këto sene se hakmerën familja, të ftofën gjakra, tërta, vërta, shkojnë 25 vjetë. Po nga kënjena. E vërtet. Kush ka qenë listë, Bazacan, për me dollë me qenë sa ma korrekt? Po ty be që në letra i kom qëtu se... Ma vënë të dollë me ati, po kush ka qenë listë? Kanë qenë plot, kanë qenë o ti. Për shembull? Po, për shembull, kanë qenë Besht, Shabani me të vlajnë. Po? Ka qenë Fadili Sulovici. Ka qenë Zëmer Zëmeri. Ka qenë kush tjetër. Ka qenë Malit Sheholli. Ka qenë Ejo Bajgora. Ka qenë një Shukre. E pse Malit Sheholli, se po më thotë këtë diçka kjo emër, është baboj i Fatmir Shehullit? Pse Malit Sheholli ka qenë? Çka ka bo ai që e keni pas në listë? Po i ty bevren e disha, se mas paku unë ju marrë me operativën. E kemi pas në sektorin operative, si cili u marrë me njerëzit. E Fatmirin a e keni rujtë falë që për ndërpes? Fatmir Shehulli, se në një intervistë e kena rujtë edhe djallin e ti Fatmiri. Unë kom thonë, po kom thonë dhe po thamë, po... Dëmonë e keni rujtë Fatmirin me vëro? Po ka qenë, do më thonë, edhe Fatmiri ka qenë në atë baba dhe djali. Për shkak se rrethonat kanë qenë të tilla sofare, kurse sot janë krejt diçka tjera. E ma vonë tashmë ndjeri Malit Shehulli, ndjes post është vrau prej Fatmir Shehulli pretendon edhe thotë që nuk është vrau prej ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pa, Fatmiri, ty be kom një, ka thëtë edhe, vëllaj nuk ja ka mërzia, po të kallë dhe drejt, unë atëherë, po flasë atëherë që kësha falë sekundin. Edhe unë e di që a i në ndëgjanë, po nëse ka kundër a i letë vjen, unë e mirë presë këtu i thamë ngoj. Unë e hecë, s'ka mujnë sy për këtë sene, asë si marrona... Ama po të po, se dolmin ti, ma e ka vrau që këja ju? Nga bocit, nga që ka për të thamë. Më shumë gotë thash porë. E mësuot e me këta farë... E vërtit, po vesh po më interesana, e ka vrau që këja ju? Pa ka dalë më shumë gotë, qa pa kutësh? Më shumë gotë. Hajde.
Koha e ka hongër koshtën, a e ke ndijen i Po, fjallën? ja, koshtën. Ato kohë kanë qenë shumë të ndishme. E 99% e popullit u nda nga ish okupatori. U përzun me mira ish polic, ish ushtarak, e tjerë, ish punëtor. Kemi shumë pyetje për shtë përgutna. Po jo, në patë shumë pyetje në vazhdojmë, seria ne 2, 3, 4 persone e kam ne, ote, një vagan, si ngrejë Në rega, për tomi konkretisht pyetje se qëtu interesant Unë e shikusit. kom një që Fatmir Sheholli ka thonë, du më mashpollë dhe bobën dëshmur, nështë ta kjo nuk është e vërtet. Se ma kanë Nuk e di, nuk e kom një. Kom një interno. Po? Tash është në pyetje. Se ai po thot bondat kriminalet Serbisë. Mu veç po më interesant Bacacana edhe njerë rikthemi tek pyetja për të tretën herë. A e ka vrau ushtria çlirimtare e Kosovës apo ju? Si mas teje? Unë e di që po. A e ndjekmi një deklaratë kam bashkë? Çka thot Sokol Bashuta? Në Hog. Hajde. Regjia? Me të ngulli me qenë. Avokati Kadri Veseli i kërkoi ish antarit të shtabit të përgjithshëm të komentoj si organizoheshin antarët e tjerë të organizmit kryesor të UÇK-s. A mund të themi se në atë kohë nuk ka pasur asnjë sistem në grupin tuaj të shtabit të përgjithshëm për të ndarë informacione me njëri tjetrin për të ditur se çfarë po ndodhte? Ka shku aty ku vërtet e ka një matë nevojshme se duhet me konë. Për ta dëshmuar këtë përshkroi shkuarjen e Veselit në Rambuje. Nuk ka qenë i caktuar me shku nga shtabi përgjithshëm. Çfarë forme ka shku, nuk e di. Me kanë konsultuar, nuk e di. Bashotës ju shfaq edhe komunikata për vrasjen e Malit Shehollit që akuzoi të ketë marrë pjesë në varrimin e Miloš Nikolićit. Pra, Fatmir Sheholli referohet komunikatës 28 dhe thot se është konkluz familjare dhe e imja se UÇK nuk ka gisht në vrasjen e babait tim. Po. Kush e ka shkruar komunikatën 28 është totalisht e pavërtet në 3 komponente. Zotri Bashota, a ka të ngjarë që zëri i Kosovës i merrte pa verifikuar informatat për veprimet që ndërmerrnin njësitë guerile? Kjo është një ndër rastet që masmjeti e ilustron këtë që po thoni ju tani. Faleminderit shumë Regjia. Domethënë, kjo është një nga rastet që domethënë ky po thotë që Çka thabre se njeva mirë po. Sokol Bashuta po ha çato që ka thënë Fatmir Sheholli. Ka njerë ka pos rasti e vrau për i tjerë të kujtë e i ka morë komunikatat dhe qashtu UÇK-ja. Qështu tha Sokolja?